Sot do ju tregoj se si e përgatis unë makaronat me karkaleca. Janë super të lehta dhe super të shijshme, kështu që ju sugjeroj që të shihni deri në fund. Përbërësit që do na nevojiten janë majdanoz, pak pomodorini, karkaleca, hudhër, piper i zi i bluar, vaj ulliri dhe pak gjalp. Do t'i filloj me prerjen e pomodorinit dhe copa të vogla. Pastaj, pre majdanozin holl. Ujin e makaronave e vëmë të zihen, në të shtojmë edhe pak krip. Tani, makaronat i vëjmë e i përzijim pak. Tigan shtoj pak vaj ulliri, më pas shtoj dhe hudhra dhe i shtypim pak që të ndryshojnë aromë sa më të këndshme. Pastaj shtoj dhe pomodorinit e prera. Tani filloj i përzij. Edhe pak krip. Makaronat i heq nga nxehtësia dhe i shtoj një gotë ujë të ftohtë, që të mos ngjiten. Pomodorinit i shoh pas here a janë bërë kremoze apo jo. Që pomodorinit të zihen, i shtoj pak ujë nga makaronat. Shtoj dhe piper të zi të bluar. Si ka arritur një masë kremoze, i shtoj karkalecat. I lëm vetëm për 5 minuta, as më pak, as më shumë. Dhe i mbyll me kapak. Pastaj, pasi i lëm të zihen karkalecat me domatet, i hedhim dhe makaronat. I përziejmë mirë së bashku. Hedhim makaronat në salcën e bërë, do t'i lëm pak minuta të zihen. Ky është përfundimi, shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo që bëra unë. Nëse do ta provoni recetën time, do të isha shumë e lumtur të më thoni si u doli në komente. Faleminderit dhe mirupafshim.